Në fillim dukej si asgjë. Thjesht njëri pihollërëre dhe pem palme të humbura në paqësor. As një dok, as një ndërtesë, as një arsye që dikush të ishte aty. Nëntenenti Rili Bear kishte fluturuar këtë rrutë patrulle 10 herë. E njëjta lartësi, i njëjti kontroll i karburantit, i njëjti oqeani qetë poshtë. Duhej të ishte rutinë. Ishulli poshtë tyre, pikelot, ishte zyrtarisht i pabanuar. As një banese përhershme, as një ujë pishëm. Një vend i shënuar në hartat kryesisht që pilotët të dinin ku të mos uleshin. Rili po mendonte tashmë për fluturimin e kthimit kur diçka pranë vijes së pemëve tërhoqi vëmendjen e tij. Lëvizje, jo zoq, jo erë, diçka e ngadalt, e çrregullt si një formë që filloi të lëvizte pastaj ndaloi. Rili rrotulloi avionin pak dhe bëri një rreth prapa. E pe këtë? Pyeti ai. Nëntenenti Justin Doy u përkul përpara duke ngushtuar syt përmes xhamit. Çfarë të shohim? Pyeti ai. Rili uli lartësinë. Atëherë rëra u bë më e qartë dhe shkronjat u dukën. 3 forma të gdhendura thellë në plazh, mjaft të gjëra për të hedhur hijet edhe nga lart. Sos. Justin zori ajrin me zë. Nuk është e vjetër. Rili mbajti fort timonin. Askush nuk duhej të ishte aty. Bën një kalim tjetër, më ngadalë këtë herë, duke skanuar vijën e pregut. Në fillim asgjë nuk lëvizte. Ishulli dukej i braktisur përsëri. Pastaj diçka lëvizi pranë qendrës së pemëve, një hije, pastaj një tjetër. Rili u përkul përpara, stomaku i tij u ngushtua. Kishte diçka të gjallë atje poshtë. Ndërsa zbrisnin, 3 figura dështuan të dilnin nga vija pemësh, jo duke vrapuar gati duke ecur, silueta të holla që lëviznin sikur trupat e tyre punonin kundër vetes. Ata ngritën duart, jo lart, jo shpejt, sikur edhe përshëndetja të konsumonte tepër energji. Pranë vijes së ujit ishte një varkë e vogël, tërhequr këndshëm mbi rër. Kuverti e saj shkrepi dhe u kërcit. Dukej më pak si një varkë dhe më shumë si diçka që oqeani kishte refuzuar. Rili shtypi radion. Roi bregdetare, patrull Charlie 7. Kemi pamje të mundshme shpëtimtarësh në ishullin Pikelot. Kërkojmë mbështetje të menjëhershme shpëtimi dhe ekipe mjekësore. Vetëm statik përgjigjej. Ai provoi përsëri, asgjë. Justin hodhi një sy në panel. Radios po transmetonin sinjalet ishin të pastra. Rili shikoi përpara. Askush nuk po na ndëgjonte. Poshtë tyre një nga figurat ra mbi rër. Rili gëlltiti. Zot, jo. Justin nuk u përgjigj. Ai po shikonte për te ishullit drejt horizontit. Rili, kemi një problem, tha i qetë. Rili ndoqi shikimin e tij. Një vije errët po formoi mbi ujë, e gjerë duke lëvizur shpejt. Bluja e qetë poshtë kishte ndryshuar tashmë në gri, sipërfaqja duke u thyer në valta ashpra dhe të çrregullta. Një front stuhie dhe po vinte drejt ishullit. Sa kohë? Pyeti Rili. Justin hapi radarin, nofulla e tij u ngushtua. 20 minuta, ndoshta më pak. Avioni u dridh kur era e parë goditi anësh. Rili shikoi përsëri plazhin. Figurave ende ishin aty, mbledhur së bashku, duke mbështetur njëri tek tjetri, sikur të dinin se po vinte diçka më e keqe. Ngritja me kablo dhe era në rritje ishte e zakonshme dhe e rrezikshme. Një lëvizje e keqe dhe kabli mund të godiste një shpëtimtar në trupin avionit. Një rënje e papritur dhe ata do të humbisnin në valët që po rriteshin. Por t'i lëshonin? Jo, ishte shumë e rrezikshme. Palmat poshtë u përkulen me dhunë dhe gëthyeshin nga era. Përgatitni një hedhje emergjente, urdhëroi Rili. Ushqim, ujë, mjete mjekësore, radio 2 anshme. Ekipi lëvizi shpejt, pa fjalë, pa hezitim. Rili mbajti kontrollin e avionit sa më të qëndrueshëm që mund, ndërsa paketa sigurohej. Ata u ndalën ulët, më poshtë se protokolli lejonte. Era i shtiu përsëri anësh. Hedhje, bërtiti Rili. Paketa ra fort, kërciti një herë dhe rrëshqiti mbi rër. Figurave ju hodhen me një herë. Rili mori mikrofonin. Kjo është roja bregdetare e SHBA-s. Na ndëgjoni? Pak statik, pastaj një zë i holl i thyer dridhës. Po na dëgjoni. Ju lutem mos ikni. Rili mbylli syt për një çast. Jemi këtu për të ndihmuar.
një stuhi po vjen, nuk mund të ngrem me kablo tani. Përdorni furnizimet, qëndroni së bashku, po kthehemi. Jo, zëri tha, i shqetësuar. Jemi këtu 33 ditë, pim ujë shiu, ham mi. Njëra nuk mund të qëndroj më. Po përkeçohet, pas zërit dikush u kollit thellë, i lagur. Justin ju afrua. Rili dukshmëria po bie shpejt. Rili shikoi horizontin. Stuhia nuk po afrohej më, ajo po e glabëronte qiellin. Ishulli ishte gati të zhdukej. Rëre, bardhë e shkëlqyeshme u godit nga stuhia si zhavor. Brenda sekondash ishulli u bë i paqartë, duke u shkrirë në shirëra gri. Horizonti u zhduk, qielli dhe oqeani u bën një mur lëvizës. Rili luftoi me timonin ndërsa era i shtynte avionin anësh. Po humbasim ishullin, bërtiti Justin. Rili shikoi plazhin një herë të fundit. Të tre figurat ishin pak të dukshme, format e errta të vogla që qëndronin bashkë ndërsa stuhia glabëronte plazhin. Shkronjat sos u zbehen, skajat e tyre po thyeshin në shiun që binte. Rili shtiu përsëri mikrofonin. Qëndroni me furnizimet, qëndroni të dukshëm, po kthehemi. Statik, pastaj asgjë. Ishulli u zhduk krejtësisht. Rili tërhoqi avionin larg sapo turbulenca i goditi aq fort sa lëshoi pajisjet e lirshme në kabinë. Shiu binte aq i dentur mbi xham sa dukej i ngurtë. Për 40 minutat e ardhshme, ekuipazhi pothuajse nuk foli. Të gjithë e dinin çfarë kishin lënë pas. Kur më në fund dolën nga stuhia dhe u ulën në bazë, Rili qëndroi në kabinë shumë pak pas ndalimit të motorëve. Duart i dridheshin ende pak mbi timon. 3 njerëz, një ishull bosh dhe një stuhi që fshiu gjithçka. Natën, Rili pothuajse nuk flinte. Sa herë që mbyllte syt, shihte plazhin duke u zhdukur, figurën duke u zvogluar, radion duke u heshtur. Në mëngjes stuhia u dobësua mjaftueshëm për një nisje shpëtimi. Rili nuk priti të përfundoj, avioni u ngrit sapo dha leje. Kur arritën koordinatat, Rili skanoi oqeanin me dëshpërim. Për një moment zemra i u ngushtua. Ishulli ishte kthyer. Rëra ishte e qartë dhe e çrregullt, pemët palme të përkulura në kënde të çuditshme, beturina kudo në vjen e bregut. Por pranë qendrës së plazhit lëvizje. Ata janë aty, tha Justin qetë. Rili uli lartësinë. Furnizimet ishin të shprëndara, të çara, shkronjat sos nuk ishin më. Vetëm njerëzit mbeten, dukej se ishin përkeçuar. Njëri nga burrat bërtiti dobët. Tjetri mbante një grua që mezi qëndronte, trupi i saj dukej i përkulur si gravitacioni vetë të ishte tepër. Rili nuk hezitoi. Hapi hedhjen me kablo. Era ende e paparashikueshme. Avioni duke u tundur ndërsa kabloja binte. Çdo sekond djehej si një bast. Burrat e parë u ngjitën ngadalë, trupi i tyre duke u tundur rrezikshëm nga era. Ekipi i tërhiqte brenda sapo avioni u tund përsëri. Ai u rrëzua mbi dysheme duke u dridhur. Gruaja ishte e radhës. Kur harnesi u rrethoi, koka i ul përpara. Nuk përshëndetën, nuk folën. Pulsi i Rilit rrihte shpejt ndërsa kabloja e ngrinte. Në mes, një erë e papritur e rrotulloi anësh. Lehtë, bërtiti dikush. Gruaja u godit butësisht për mjaft fort kundër trupit të avionit. Kur e tërhoqën brenda, mjekët vepruan menjëherë. Glukoz, oksigjen, trajtim i shpejt. Pulsi i saj ishte i dobët, por ishte aty. Burrat e fundit u ngjitën, kapja e tyre e dobët, lodhja duke i pushtuar. Kur mbritën në dyshemen e kabinës, nuk u ngritën, vetëm përshpëritën. Faleminderit. Fluturimi i kthimit ishte i heshtur, përveç pajisjeve mjekësore dhe frymëmarrjes së cekët. Gruaja mbijetoi me vështirësi. Mjekët më vonë thanë, një natë tjetër, një stuhi tjetër dhe nuk do të kishin mbijetuar. Javë më vonë, Rili qëndroi në pistë duke parë një patrull tjetër që ngrihej në qiell. Ishulli pikelot ishte bosh përsëri. Asnjë sos, asnjë gjurmë, asnjë shenjë që dikush kishte qenë aty, përveç një gjëje që Rili nuk mund të harronte. Nëse nuk do të shkonte më afër, nëse nuk do ta trajtonte thjesht si një ishull bosh, askush nuk do ta dinte kurrë se ata ishin aty, dhe askush nuk do të kthehej më.